Konika. Ai patëm albak. Hajde që ko, hajde ma. Përshëndetje të nderuar mysafir. Mirë se keni ardhur sot në Vonik në këtë orë letrare kushtuar festave të mëdha filltare të muajit nëntor, si dhe përgjithëtorit të 117 të Kongresit të Manastirit, kongres që bëri unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Pjesëmarrja juaj na nderon. Gjithashtu, përshëndesim drejtorin e shtëpisë botuese Albas, Fatlu Meteli. Pa humbur kohë, ftoj drejtorin e shkollës Rahim Devishaj për një fjalë raste. Përshëndetje mysafir të nderuar, mirë se keni ardhur sot në Vonik në këtë orë letrare. Të nderuar shkrimtar dhe ju krijues, i nderuar drejtori i shtëpisë botuese Albas dhe ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në këtë orë letrare kushtuar ngjarje të mëdha të historisë së kombëtare. Për vjetorit Kongresit Manastirit, u bë unifikimi i alfabetit, nëntorit parë Skënderbeu, shpalljes pavarësisë Shqipërisë, ditëlindjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljes në skenë të ushtrisë ligjtare të Kosovës. Prezenca juaj këtu sot është nderi veçantë për gjithë Vonikun dhe për shkollën tonë. Shkolla jonë bën emrin e heroinës modhe shqiptare Shut Galica dhe është vatër e diturisë e cila ndërbreza kanë nxjerrë gjenerata intelektualesh që sot i shërbejnë vendit. Prandaj jemi të nderuar si shkollë që sot kemi në mesin tonë krijues dhe shkrimtar të ndryshëm. Në fund, le të kujtojmë se historia jonë është e pasur me sakrifica dhe heroizma, dhe është detyra jonë që t'i nderojmë ato dhe t'i ruajmë për breza që vijnë. Kjo orë letrore është një mundësi e shkëlqyer për të reflektuar mbi trashëgimin tonë dhe për të ndarë me njëri tjetrin mendimet, idetë dhe krimtarin që mund të bëjnë një ndryshim të madh në shoqërinë tonë. Të nderuar krijues dhe shkrimtar, faleminderit që jeni sot me ne. Shkolla jonë do të vazhdojë të jetë një vatër e dijes dhe kulturës, dhe ne do të vazhdojmë të mbajmë ngjallë frymën e atyre që kontribuan për lirinë dhe përparimin e kombit tonë. Në këtë ditë të veçantë, le të ngrejmë me lart flamurin e kulturës dhe edukatës, duke ju falenderuar gjithashtu çdo individi që kontribon në zhvillimin e saj. Le të bashkojmë forcën tonë për të ndërtuar një të ardhmen më të drejtur për vendin tonë, duke mbajtur gjithmonë parasysh rëndësinë e historisë dhe të vlera që ajo na ka lënë. Ju falenderit të gjithëve për pjesëmarrje dhe për mbështetjen tuaj. Suksese në program. Referati kushtuar festave të mentorit do të na hetojë si nxënësja e kësaj shkolle Samiri Lushtova. Të nderuar mysafir, mirë se keni ardhur në këtë orë të madhe letrare kushtuar festave të nëntorit të lavdishëm. Kongresi Manastirit dhe nëntorit të lavdisë kombëtare. Sot do të paraqes para jush një referat kushtuar dy prej ngjarjeve më të rëndësishme të historisë dhe kulturës sonë kombëtare, Kongresit të Manastirit dhe nëntorëve të lavdisë kombëtare. Këto momente përbëjnë ngurthemelin e formimit të identitetit shqiptar dhe në zhvillimin e kulturës sonë. Në nëntorin e ftohtë të vitit 1908, në qytetin e Manastirit ku koha dukej sikur ndalej përpara çdo hapi të shqiptarëve, ndodhi një mrekulli kombëtare. Manastiri, qyteti i gurëve të lashtë, u mbush me zera, me ëndra, me shpresë. Aty ku dikur kalonin karvanet e heshtur, atë nëntoru zgjua zeri i një kombi që nuk donte të humbiste me. Delegat nga të gjitha anët e Shqipërisë erdhën të lodhur nga udhëtimet, por të pathyeshëm në shpirt. Ata nuk sillnin me vete pasuri, as armë, as ushtri. Sillnin vetëm dashurinë për gjuhën shqipe. Atë gjuhë që shumë shekuj ishte përpjekur të shuhej,
por gjithmonë kishte rrahur si zemra e popullit tonë. Në muret asaj sallet e thjesht, u ndodhën shpresat e një kombi të tërë. Çdo fjalë që shqiptarin delegatet ishte ngarkuar me peshën e historisë. Çdo debat ishte një betejë për të ardhmen. Nuk ishte një mbledhje zakonshme, ishte një dëshmi se shqiptarët edhe të ndarë në shumë rrugë janë një kur bëhet fjalë për gjuhën. Shpesh është thënë se kombet bëhen me shpata, por kombi shqiptar atë nëntor u bë me shkronja të thjeshta, por të pavdekshme. Alfabeti latin nuk ishte thjesht një zgjedhje praktike, ai ishte një flamor i ri, ishte fryma e rilindjes, ishte urimi për një të nesërme me të ndritur. Në Kongresin e Manastirit u mor vendimi që ndryshoi fatin e Shqipërisë. Me alfabetin e njëjtë shqiptarët me në fund mundën të shkruanin ëndrat e tyre në të njëjtën gjuhë. Mundën të lexonin njëri tjetrin, të kuptonin njëri tjetrin, të bashkoheshin. Kongresi i Manastirit nuk shpalli luftë, nuk ngriti flamuj, nuk ndezi zjarr, por ndezi diçka më të fortë, ndezën zjarrin e identitetit, zjarrin që nuk e fik dot askush. Dhe ky zjarr vazhdon të digjet enda brenda çdo shqiptari, sepse alfabeti i Manastirit është më shumë se një mjet shkrimi. Ai është drita që na mban gjallë, është fryma që na bashkon, është kujtesa e brezave që sakrifikuan gjithçka që Shqipëria të fliste me një zë. Nëntori për shqiptarët nuk është një muaj i zakonshëm, ai është një udhtim në përkujtesën e kombit, një rikthim drejt rënjeve prej nga kemi marrë frymen e parë si popull. Për çdo shqiptar, nëntori është një dritare nga e cila shohim dy prej ngjarjeve më madhështore që kanë ndërtuar themelet e identitetit tonë, kthimin e Skënderbeut në Krujë dhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë me 1912. Ka diçka mistike në këtë muaj, sikur qielli nëntor mban të gravuar zërat të parëve, sikur era që përplas degët e pemëve, në këtë stin sjell jehone në një histori të përgjakur, por të lavdishme. Nëntori është vetë zemra e Shqipërisë që rrej me fort. Nëntori Skënderbeut kur ringjallemi si kënd. Kur mendoj për Skënderbeun, nuk më shfaqet thjesht figura e një luftëtari. Më shfaqet hije një shprehje që u rikthy në tokën shqipe pas shekujsh të errët. E imagjinoj ditën e ftoftë të kthimit të tij, kur njerëzit të drobitur nga robëria e kanë për herë të parë të hipur mbi kal, krenari i patrembur. Në atë çast nuk ishte thjesht një njeri që vinte në Krujë, ishte një epokë e re që po lindte. Me ngritjen e flamurës Skënderbeut nuk bëri vetëm një akt simbolik. Ai ndezi dritën e një kombi që refuzonte të humbiste gjuhën, zakonet, besimin dhe dignitetin. Ai ishte zëri një populli që deri atëherë kishte heshtur, por që tashmë filloi të fliste me tërbimin dhe dashurinë e lirisë. Shekuj më vonë, historia e tij ka mbetur si një kujtesë e gjallë, se shqiptarët mund të jenë pak në numër, por shumë në shpirt, se një flamur mund të ngrihet edhe mbi rënoja, mjafton që të ngrit dora e duhur ajo që beson. 28 nëntor 1912 kur Shqipëria mori frymë sërish. Pas Skënderbeut shumë u përpoqën të shuanin çdo gjurmë të shqiptarisë, por gjuha jonë, kënga jonë, kujtesa jonë nuk u dorëzuan. Ato rodhen si ujë në dhej, derisa me 28 nëntor 1912 shpërthyen sërish si lum dritën e Vlorë. Imagjinojeni atë ditë, një bregdet i mbushur me njerëz, sytë të tyre plot gjakim, zemra që rrinin si një trumbet e padukshme, dhe mes tyre Ismail Qemali i bardh si bora e maleve, i mençur si tërësia e historisë, me duar që dridheshin jo nga mosha, por nga madhështia e çastit, ai ngriti flamurin e Skënderbeut. Në atë moment nuk u ngrit vetëm një pelhur, u ngrit një këmbë i tërë, i mbledhur bashk pas 5 shekujsh errësirë. U shpall fjala që shqiptarët e kishin mbajtur të fshehur në zemër si një thesar të shenjtë, lirinë. Ky
Ky akt I dha jetë Shqipërisë së sotme. Në atë ditë ne nuk u bëm thjesht shtet, u bëm të vetëdijshëm për veten. U kuptua se gjaku I derdhur, vuajtjet dhe sakrificat nuk ishin qenë kot. Flamuri kuqezi që dikur valonte mbi kështjellën e Krujës, tashme valonte në një shtet të lirë shqiptar. Adem Jashari dhe ushtria çlirimtare e Kosovës. Ka momente në historinë e një kombi që nuk shuhen me bojë, por me gjatë, me sakrificë, me qëndresë. Ka njerëz që nuk jetojnë vetëm për veten e tyre, po për të gjitha brezat që linë pas. Ka emra që nuk plaken, sepse ata bëhen simbol I lirisë. Ka njerëz që lindin dhe jetojnë për të lënë gjurmë të përjetshme. Ka emra që nuk shuhen me kohën, sepse sakrifica tyre bëhet dritë që udhëheq brezat e arshëm. Adem Jashari është një prej tyre. Ai nuk ishte thjesht një luftëtar, ai ishte ideatori, themeluesi dhe frymëzuesi I ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një vizionar që pa ëndrrën e lirisë para se ajo të bëhej realitet. Ai ishte një thirrje që lind nga padrejësia, një shpirt që nuk pranoi të heshte, kur trojet e tij përjetonin vuajtje, frikë dhe mohimin e së drejtës me të thjesht të jetuarit I lirë. Është pamundur të përfiturohet jeta e tij pa prekur emocionin e thellë që sjell historia e familjes Jashari. Ajo punë në prekaz e rrahur nga forcat armike nuk ishte thjesht një shtëpi, ishte zemra e Kosovës që rrilte fort duke kërkuar liri. Ajo u bë kështjella e qëndresës, vendi ku shqiptarizmi u ngrit në këmbë dhe ku u sakrifikuan jetë të tëra për lirinë që ne e gëzojmë sot. Adem Jashari u bë simbol, jo sepse ra, por sepse nuk u kërkoi. Ai u bë hero, jo sepse kërkoi luftën, por sepse refuzoi robrinë. Themelimi I ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në vitet kur frika ishte shoqëruesja e përditshme, Adem Jashari kuptoi se Kosova kishte nevojë për një forcë të organizuar që të mbrojnë njerëzit dhe të luftojë për të drejtën e tyre me themelore lirinë. UÇK-ja nuk ishte thjesht një forcë armatosur. Ajo ishte shpresa e rilindjes të një kombi, zëri atyre që nuk donin të heshtin më, betimi I shqiptarëve për të ngritur kundër padrejtësisë. Adem Jashari I dha asaj frymen, disiplinën, vizionin, duke kthyer në një ëndër të mundshme në realitet. Shtëpia e tij në prekaz u bë simbol I qëndresës. Aty ai nuk luftoi vetëm me armë, por me gjithë shpirtin e tij. Ai nuk pranoi të dorëzohej, edhe kur u rrethua nga forca armike. Me familjen e tij, ai u bë simbol I sakrificës dhe simbol I përjetësisë dhe lirisë. Adem Jashari dhe ushtria çlirimtare e Kosovës na kanë lënë një mes të qartë. Liria nuk merret si dhuratë. Ajo fitohet me sakrifica dhe guxim. Ata janë shembulli I guximit, I qëndresës dhe I besimit te e ardhmja. Historia e Adem Jasharit dhe UÇK-s nuk është thjesht një pjesë e së kaluarës. Ajo është zëri që na tërhet edhe sot, të qëndrojmë të bashkuar, të mos harrojmë dhe të punojmë për një të ardhme me të drejtë dhe të lirë. Ju faleminderit. Të nderuar mysafirë, tani do të fillojmë me programin e përgatitur nga shkolla. Fillimisht, mësuesja Ardita Zemojla I ka përgatitur vallën e alfabetit me nxënësit e klasës së saj. Dashuri
Galica, emër cilin e ndonë me krenaria dhe shkolla jonë, vjen nxënësja klasës e 6, Arsena Belisha. Shok Galica, jam shota, bie kësoj tuke, linderit këtu me drenit, këtu me rejti mua në laluke, me shumë mund dhe sakrific, u rita në uta me bura, që në më shumë të re, kur e të gjaku si një gura, kur vuan të shtrentja dhe. Mora pushka, kur esha 17 vjetë, ta më pragu në shtepis, si që ma japa poja maner, me gjatë të isi lullet e liris. Jeta nuk ishte drejt me mua, e prap e kënoq unë jam, e shote lirë Kosovën që dua, më të shtrejtë në dhej e vatan. U kësiva në Kosovë, ju përzgjole, largësia me vronë mua për herë, sa herë zemë nga ka dik mole, sot u kësiva përgone më merë. Prandaj në fund, them dy fjallë zemre, që s'në të di them të dëtë, kësimin e adhe është realizim mëndre, sa do të të atë isha e gjallësët. Tani filloj me skenë, me një rezultat kushtuar festave të nënturit, 3 nxënësit të shkollës unë, Floriana Mulaj, Florentina Mulaj dhe Isa Nimoni. Unë jam gruaja legjendare e pastishme më pas mote, jam vendindja e gjërshas me otit. Unë jam gruaja Mandilardis, këtu lidin e tori pari historisë. Unë jam Flora Krujme Motër, këtu ka historinë e çdo kurën e çdo botër. Unë jam Flora, djegi Shqipërisë, këtu lidin e tori dytë i historisë. Jam prekazi heroe, për herë barat të zjarë, jam vendlindja e dem kryetrimin, komandantit legjendar. Jam prekazi, i hamës dhe pas Shabane, jam Shahedani Liris, jam krenaria vatane. Jam Lausha prekazët la, historia e mendon ka. Jam vend i burra dhe i trimeris, jam Lausha krenare, jam vendlindja Dajos Mangecet, jam vendlindja shqirimtare. Kush që ti më shqipe malje, që flamurit pika gjak? Unë jam shota nga Kosova, më kalon hasmi pakonak. Kuele qilët e kuele hanën, kuele babën e kuele nanën. Prindërit tonë dhimbje pasosur, në reqak e izbic i kam varosur. Eja vajs ta fshim pa flotin, mbi qërpik ta shkundin barotin. Faleminderit muj vajza bujare, po si u thrasin ju babën anë? Edhe ne si të shqiptari jemi, mua me qujnë flot, mua më quajnë angan. Eja motër të bëhemi bashkë. Të bëhemi bashkë si dikur, në një sofer me një bes e një flamur, një betim sot bashkë me ba, kur Shqipëria më smunda. Tani do të ndjekim vallën e pavarësisë e duajtur në nxënësit e kësaj shkolle. Amen, bon, shkomi
kryetarët dhe krijuesit të pranishëm në kategorinë letrare. Në një nga poezitë e tij, shkrimtari i nderuar Agimdesi u thotë: historia të vërtetën me zemër ka më shkruar, për mua, për ty dhe për secilit për ne. Një ditë dikush ka më ngritur mbi vini, sa bie në pushtë për betejë e humbura në vini. Andaj, pa ngurkur ne jeftojmë të na lexoj një poezi mbeta për i varur të tij. Ju uroj ditën e alfabetit. Sot festohet në se mu për manastirë, kam pasur fesën, ka shku në Amerikanë atje, ndërsa ne ku ka shqiptar është edhe manastiri sot. Edhe këtu është manastiri, prandaj urime këtij. Unë pari du mi udhëru disa libra. Një autore quhet Remzia Rëgjbokaj. Kam Kushërin Pisi, Rac, më emri, po e kam Kushërin. Moshën 19 vjeçare, në vitin 2019 i ka vdek vajza. Prandaj asaj vetë, as familje nuk e din se si shkoj. Dhe kështu e ka gjetë prehje në poezi. Spari kemi botu monografin prej kur kanë ikë prej lufte, kanë shku në Norvegji, deri në momentin që i ka vdek vajza, kemi bo një monografi një së bashkë me ta, dhe pastaj ka gjetë në prehje, sot i ka 7 libra. Prandaj pata kënaqësi edhe nderin m'ia udhëru bibliotekës shkollës. Faleminderit shumë. Me të Tahirin, si gazetar edhe si poet, e njihni, ka gravitu gjatë luftës kësajde. Tahirin e kom djallë tagjës, kemi qenë zbashku një klasë, një pongë. Megjithatë, është edhe profesori, ma kërkoj, po do të bisedoj është e ka mik të mirë prenin me ta sigurunja. Unë e jo pruna shtu që edhe këtu nuk për upi kohën kot me morë një monografi edhe argjitorit. Edhe një kjo është monografi Guri Deskut, është monografia ime. Ndërsa, është karakteristike këj libër me 23 shtator e kom promovu në pej. Arsyeja ka qenë viti 2014 e kom fitu çmimin e parë në Milano në një konkurs ndërkombëtar. Edhe kështu, aja autoria e ati asociacioni shkrimtare kishte dëshirë me bo një libër italisht shqip. Dhe këtë vite kemi finalizu dhe ka qenë ka orë prej Milanos në promovimin dhe ka fol në pej. Ndërsa për këthyse ka qenë vajza e Koljakovës. Koljakove një dini dramaturgun me ma. Edhe këtë du me adhuru, po këtë du me adhuru një dajsh tim që e kom shumë për zemër edhe shumë i për poezit. Mbeta pëngi vargu tim. Këtë e kom lezu dhe djenë në mitingun e poezisë gjaku. Kam qenë luftëtari në të natës. Vit ku toka si mbante me pritmat, e qili rrinte varur si plagë. Në trup kam copëza historie. Se cila me flet me zërin e vdekjes, atë zën që vetëm unë e di sa të fryjë. Sot që di si ecet ende me një lakë të padukshëm në këtë. Sa her koha në kthen nga vërteta, ajo ka hyrë gjërë në varë, e ka trezuar thelbin, si demon që kërkon strejt me fjallë. Nuk ka ma promethej që merë zjarë. Njeriu e ka humbur për qërë.
Ne gjendin një frike të trash që shkon për te ishit deri të shpirtrat e Zota, ngrejnë botën për lirin, por bota nuk flet. Në të pasqyrohet Don Quixoti, as heroi im, e gjyqi Penelopës është kthyer në një skenë pa dritë, ku dashuria gjendet fajtor veç se palë. Sot u ulla para albumit tim të heshtur, fotografit flisnin më shumë se unë, para përmendores e fjales i thash Basalokut, kam qenë studenti e Din Mehmetit, i themi Basalok, mos val Kosova s'është më zog i diellit, dhe i tregova për hjenat, kafshoj. Pa unë gotur kur, do t'i duhen 100 vjetë, të marrë frim normalisht kjo plakë, mbremja mendoj që pas, se hije që s'ka mësuar të flasë, ika, pa marrë kurorën e rretjes. Që donin të më vendosnin në balë, endrat, su besoj ma. Ato jenë pasqyrat e turbullta, e vërteta rrej heshtur, e rënë, e ullur në vargën tim, peng i pakthyeshëm i fjallës që se lasht e ikë, mbeta peng i vargën tim. Faleminderit. Ushtrimi lëndjes krenare. Me këtë poezi do të paraqitet nderuari arsimkajtas. Unë do të lexoj një poezi të cilën e kam shkruar në momentin e kryshëm kur ra u flijua familje Jashari, banë vitin 1998. Kushtrimi i dhëmbjes krenare, martirizimit të familjes Jashari. Dërnic, zemër Dardane, zjarë lirije prambullon, ta ketë bukurin pranvera. Dërnic, në hekur e barot mbërthyë, zjarë merë rrathët e ndryjes se hekur të tyesh. Gjithë botës t'japësh dyert e dritarët, lirijat e hyjnë në ty, lirisht, apritët. O krojet të rrjedhen gjak Kosovë, ta shuaj etjen ëndra shkullore. E lisat në artën e mëndleut të lëshojnë shtatë, e guximit e kalitet që të merë hak, të shpalos të kuqin bajrat. Dhëm për dhëm me djallën e zika ca fytësh, me shpirt ndërdhëm pret zdo cjell agimi, me zemër të vërbluar vdes në prag të shtëpis, qëfush betej në prag të shtëpis, në prag të shtëpis ore vritë fëmija me ëndër lirije, në sofrën djell rëmbet kafshata e fundit, e vritët në opor, në arë, diset për atë dhej, edhe duar thatë, në atë përbindësh të hekur djalli, edhe duar thatë luftohet, e kokat për gjak e muret tranë. Duart e ke putur hapin dritarë, sytë e nxjerrë shikojnë ka vjen agimi pranverës. Eu edhe varët me lullet e amshuar kanë dritare. Që të shojnë a vjen liria, që të shojnë kur vjen liria, që të shojnë si vjen liria. Theret gjakore, pasmi të dilet për balë, gjak në vetëm për t'i marë. Dhe të dhej bota mbarë, se në Kosovë është hapur i madhi varë, për të varrosur robrim. O burrani, kushtrimi ku mban, të zgjohemi nga gjumi i vdekjes, se dy duar për një kokë në kam betur në rrath e mbërthyer. Bota ku ndronë në shestënë, si diqet e fjetuar. Kosovë, kushtrim lirie.
Ka edhe ca libra që do t'ja ofroj, për një ish profesorin tim, Ergjep Goqi, janë vepra që merren me interpretimin e pikturës, edhe një libër i dalur ka herë, 97-ën. Shumë faleminderit. Respekt, faleminderit. Në një poezi kushtuar heroinës Sorë Shot Galica, vjen ndërro pjesëmarrjen e tij, puntori shumë vjeçari mësim dhënës në Skënderaj dhe rrethë, zotëria Bimune. Mirëdita dhe përshëndetje juve lëvërues të letra shqipe, shkrimtar dhe poet. Kam nderin dhe respektin që për herë të parë të paraqitem një eveniment si është ky që përkon datat më të rëndësishme historike dhe legendare të popullit shqiptar. Prandaj do të shfrytëzuar rastin pikë pari përshëndes që votën të turistë, krye me drejtorin Rahim Dervishaj, votën e turistë dhe të kishin lakmi dhe qendra të Kosovës. Një kostesh përshëndes edhe shëndetari shumë vjeçar të artit, shkencës dhe kulturës, profesor të Kërç Paliu, që e manë gjallë këtë eveniment. Une para jush, nga opusin modest, do të lexoj disa vargje që i kushtohen një heroine legendare, si që është Shota Galica. Radisheu Kreshnike, kuror s'kalit nga ari, ti toke latesh me amanet nga i pari, kullat i ketë nxira nga flake parotit, në ty sundoj trimëria dhe besa e Zotit. Besa është tradit vetëm dhe shqiptare, kemi për të kënduare, la hutat vallë ku janë, kemi për në grua që vishe i si djallë, në dirës të tri galona me kokë i si varë. Në përshkrepa malesh të shkoj njësëria, për ty i dalë ishte vestiria, u kalitëm dhe lufta duke prirë në balë, që zirit e kërë popullit shqiptarë. Krah për krah luftove me zem Galicën, e kishe burë dhe shok trim të paparë, luftove rëbrin dhe rove Drenicën, s'te harën Kosova, derisa të firmon e gjallë. Dy gra historia i kishte në balë, që kundër amikut luftuan vandarë, nga Malësia Shkodrës, Nora e Kelmendit, nga Kosova në Shota e Azemit. Ju falenderoj. Sigurisht kushtuar Skënderajt, vjen poeti nderuar Pali Haçi. Përshëndetje për gjithë, urime feshta të nëndorit. Në mes të qytetit tim Skënderaj, në mes të rëndicë në qytetin tim shëndrit se yllë madhështor, një kryetrim që i mbodhi Kosovës e Zvirin. Me mitraloz e dulbin duar, rrëthe që përqarë delit, krahërojnë të gjërë i vështirë me rëtatore për gjithë fishek, duke i berë roje dhe hije kuhës. Në mes të sheshit, luftetari i luftës së fundit që soli Lidin, me shtatë si Gjergj Elez Alia, hipur mbi moran antik, vigjilon atë dhejën ku dili shpëndon rrezën në përthënësi e qiellit kaltrash. Me qëndrimin e tij koloror, simbol shpresë guximi, mbjell besimin, trimëron dhe frymëzon kalimtarët për ta dashur jetën. Shikimi i tij mbret së shqipon, arrim deri tek engjëjt e bardhë, lavdi o kryetrim Adem Jashar. Qëraçone në ndërronë pjesëmarrjen e tij me poezinë Ty Dardani. Përshëndetje për të gjithë, urime dhe festët. Ty Dardani, kjo tokë lindi çdo ditë Shqiponia, mbuluar me besë e flamur, ku shumë prej tyre jetën e kanë fliuar, emri Dardani s'o harruar kur. Toka jonë, Dardani, antike, ti je nëna dhe historia, të bekuara
qofshin trojet tua. E ka thënë vetë Perëndoria. Shekuj me radhë. U flijuan trimat. Para syve të nënës dhe fëmijës veshur me flamurin uqëzi. Për ty, Dardani, zemër e Shqipërisë, gjaku e besa në themel drënicës legjendare. Trima se Ademi Ashari, kjo tokë, do të lindë çdo ditë. Faleminderit. Ndalo Karvan i Sekeqës, kështu thot në poezinë e saj, zonja nderuar Hamide Axhani. Përshëndetje për të gjithë, urime festa. Pas vdekjes së legendarit, u zgjidh Karvani i qënueshme ndartak. Lehin pa ndërprerje. Përpiqen të kafshojnë në plagën e njëjtë. Djaj të marrëkuar, të trajnuar nga shtriga plak, me urdhëra të ndyrë, senojnë vendin me destruktivitet. Kanibal të kohës, nuk ngopen me vëdima të shumta në përbot. Çdo gjë u përmbiz në sipërfaqen tonë. U zbeh njerëzia e liga mori hovë. Kam shpresë tek i malli bashkësisë. Karvani të egër t'i del në prit. Në emër të Perëndis të shpëtojmë nga kjo mizori. Faziferati do të na lexojë 3 herë të flamurtare. Në ndërën me personalin nga Lëvizja. Përshëndetje për gjithë. Ju përshëndes në emrin e klubit shkrimtar Vore e Ujë Kokli. Dhe veçanërisht e përshëndes mësuesin, kryetarin e shoqatës Roni Kult. Poezia ime është 3 herojnë flamurtare, kushtuar në nëntor. Përkujtoj Krujen në nëntorin e parë. Skënderbeu me shpatën plot zjarr që ngriti flamurin kombëtar. Përkujtoj Vlorën në nëntorin e dytë, kur Ismail Qemali ngriti flamurin për shumë vite e kishte pritur. Përkujtoj Prekazin në nëntorin e tretë, kur Ademi Ashari e solli nëna Zaidën këtë jetë. Sa herë vjeni 11 muaj, valon flamurin e Krujit. Për çdo nëntor, valon flamurin Vlorë. Për çdo mars, valon flamurin Prekaz. Flamuri me shqipën krenare, valon në tërë troje shqiptare. Ju falenderoj shumë. Poeti nderuar Halil Zani, në nderon me festivalin e tij dhe do të na lexojë poezinë e vet Prekaz. Përshëndetje për të gjithë sintonishëm, përgëzime për organizimin dhe urime festat e nëntorit. Me nipin e vogël në Prekaz. Pasi vizituam varrezat e jasharëve i tem nipit, po kthehemi në shtëpi. Jo gjysh, po dua të shoh ende Prekaz. Kur dolëm nga kulla e Tajermezit, them, po kthehemi në shtëpi. Jo gjysh, po dua ende të shoh Prekaz. Pasi bëm foto me zëmbejtën të shkolla, i them nipit, po kthehemi në shtëpi. Jo gjysh, po dua të shoh ende Prekaz. Dhe vazhduam deri te Ahmet Delia Mesakic, pastaj u kthyem prapa. Herën tjetër do të shkoj edhe më larg, që vjershës të shtohet edhe ndonjë varg. E nipi im të njihet edhe me ndonjë tren. Faleminderit. Shfrytëzoj rastin të përshëndes punëtorin shumë vjeçar të shkollës, zotëri Murad Dauti, i cili edukoi shumë breza ju vetëm intelektualisht, por edhe me frymën adhetare. Faleminderit për pjesëmarrjen e nderuar. Ndërsa tani ftoj kryetarin e shoqatës Roni Kult, zotëri Begur Shaiu, pavarësisht insistimit të tij që të mos dalë, unë do ta ftoj sepse pa një përshëndetje të tij, ky eveniment nuk besoj që do ta ketë atë. Jeshin e tij. Përshëndetje të gjithëve, na keni bën që keni gjetë kohë e mund me na
këtë manifestim me na zbukurue, me na thonë një atmosferë të mirë. I përshëndes edhe disa që s'kanë ardhur, që kanë konfirmu mos ardhen me arsye, një ndër ta Prend Buzhalën, edhe Skender Berishën, Sala Ahmetin, Sanie Ahmetin, Izet Ardylin, edhe ndonjë tjetër, ka qenë mirë pëshin me njëve këtu. Juve që keni recitu, juve që keni shkru, i bëni derë këti manifestimin, kërë është një dobim sa i rëndësishëm, qa që dobishëm për kulturën, për arsimin, për shoqërinë krejtë. Ne si shoqat kemi formuar me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë të Kosovës dhe jemi mundu të bëjmë një aktivitet sa do modest, deri tash 4 kësor vjetrare kemi bëjt, edhe faleminderit se kanë ardhur njerëz, kanë ardhur poetët, shkrimtarët me na nderuar edhe me vazhduar. Falenderoj edhe drejtorin e shkollës të kolegit arsimtar që komponon këtu 20 vjet të fundit, që spojnalin aktivitetin, për na ndihmojnë edhe shoqatën, edhe çka të flasësh më tepër s'ka nevojë, kisha kërku që dikush prej jush të fnej fjallë të lirë, kështu masi u përfundon fjallë, se që është për shemë Murat Davuti mund të me folë, Frazlia Irizi, edhe në i tjetër kështu, rrëth qësaj të këti manifestimit. Faleminderit shumë. Edhe njerë për ju faleminderit pa mikrofonë. Jom punëtori i arsimit Divon Moti, pra vitin 63-64 për herë të parë. Kom dalë pension që 19 vite. Përndaj për i presëve një 19 tjera pëse po, kjo orë letrare me kujtoj orë letrare vitin 54-55 për herë parë kur isha në zëmë si klasin e 5. Qysh atëherë organizimin në këtë shkollë ka qenë organizim shumë i mirë, edhe për orë letrare, për aktivitetet lira e tjera të mirë, sportiste e mirë. Prandaj krejtë rrugët e jetës prej atëherë deri tash merren këto momente që nuk muj me i përfshije me i paraqit. Por ju falenderoj që keni organizu dhe falenderoj edhe Belulin i cili më informoj pak ma përpara për aktivitetin. Nuk kom përgatit kur gjonë, se në po më janis një rrugë tjetës, po më det rruga tjetër edhe po përzirë. Kjo gjenerata e jonë i ka pas fatin e gjitha gjeneratave para neve që kanë kaluar, me i përjetuar gjitha, edhe në politik, edhe në luft, edhe gjithmonë. Po pat edhe fatin më të madh gjitha gjeneratave që e fitoj lirin. Do të thonë për herë parë, në rretën deri te liria, jo e gjitha vikseve tonë, po me gjitha të Kosova u shliu. Tash është në rrezik, Kosova vetëm prej vjetë, jo me Serbi. Bravo. Prandaj nëse mundu me gjetë këtë rrugën tjetër, që me largu atë rrezik, e bojmë një kontribut shumë të madh për të qenë punëtar. Faleminderit shumë i Raturit shumë faleminderit se punon zemra e mendja u gëzati. Faleminderit që keni gjithë kohën në këtu, faleminderit shumë. Shoqata Ronikull ka përgatitur edhe një koktejl për gjithë pranishmërit, por fillimisht do t'i ndajmë edhe mirënjohjet për
Fazli Hajrizi. Okej, kan vi det så? Abim Desko. Gzofshe. Shamilje Kajtozi. Arsim Kajtozi. Arsim Kajtozi. Amin, rajta. Qoni thire? Faleminderit shumë. Arsim Kajtozi. Hajde marrë Arsim. Pastruja Amazonit të rrugën e... Zash, urime dhe juve. Egzofshe. Badi Haxhio. Urime, egzaft edhe me krijime tjera suksesshme. Ferhat Sholja. Urime, egzaft edhe navis me krijime tjera. Hamide Axhami. Urime, egzaft edhe me krijime tjera. Halil Zoni. Sefer Sfajo. Urime, egzaft Respekt për ju e gjithë. Javed Sfajo. Egzofshe, se Javed. Mësuesi Murat Dauti. Unë me vazhdu, Egzaft, urime, Egzofshe si Murat. Agim Muljaj. urime, egzaft, faleminderit. Fazli Hajrizi edhe njerë më mërë një ashtë të fypto. Urime egzofshe. Ja, gjithsesi. Po, nuk shkruaj poezi, dhe sinqerisht këto i ndëgjohem me vëmendje disa prej krijuesve tanë, dhe mbanën përshtypjet, thuja të gjithë, duke ardhur kështu në rrugë, e përfityrova pak a shumë atë rrugtimin e Recep Mitrovicës, Bedri Bejanit, Sali Gjukës edhe Mithat Frashrit, që ishin nisur nga Shkupi për Ferizaj, Mitrovic, Pej, edhe sigurisht duhet kënë kaluar këtë pari. Dhe pas pak ditësh thjesht arrin në Porosh, në Vlorë,
atje ngrisim flamurin e pavarësisë dhe të tre, ngërtet të katër janë në nënshkrues të deklaratës së pavarësisë. Lavdi për gjithë. Të dhe fantona, ose ja dërzojnë, edhe në fund e falenderojmë shumë drejturin e shtëpisë Botusa Albas që na ka orë nga Presheva, ka ndërru këtu letrore, do të fatlom e temi. Edhe unë ka komisjon një libër për 25 vjetorin me shtëpisë Botusa Albas, i këna botu një libër ekskluziv për Kosovër, edhe kom dherën në ta bo orarë. Unë nuk dashta përfrejnë se në Drenicë veç për Bigjara, jonë 5 ume, Dija edhe Trinia. Që që unë në këtë batër Dijës nuk kom qka klasë më të të. Veç ju uroj shumë det e keni sukses e gjithmonë. Por në përshkrimje më shumë i thjeshtë. Unë jam linë Gjilan, jam rrinë Preshev, jetojmë në Prishtinë, punoj me një kompani që operon në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, Veriut, Lugin Preshevës, edhe në Ulqim. Krejt kjo operim është falë edhe visave ku jemi këto sot, të burave, të grave, të cilë kanë dhënë kontributin më të madh kombëtar për shkërimin e vendit dhe visave shqiptare. Gjithmonë kolektivit shkollës. Gjithmonë të hape kemi në shtëpinë Botusa Albas. Drejtori shkollës Rahim Dervishaj. Drejtor, i shtylla shi. Inshallah, dine e zotë e organizat prapë të të Faleminderit. Tjerit për sa orë në kur dati? Fazli Feroti. Zëvsh falenderës të na vish edhe me krijime të reja, mira, nëfsh. Aty në të falja. Qesës. Qashtë. Lavdim Dervishaj. Urime, zëvsh falenderës, kalash mirë. Miradia Dervishaj. Muhammed Dervishaj. Si janë të absentohet për lirë për marë, se si mësu me marë kërë. Si vjetë në kapitalos. Si vjetë në mora për ideje, 14 djetë për bëjnë arsenë. Ja, mjaftojnë. Edhe Fitim Mehmetaj. Edhe një herë, falenderim për gjithë, nëse ka dikush edhe në fjallë vetan, në nderan që edhe kontribuar. Që dojnë në foto kështu bashkarisht, që të dikush. Kutë dojnë? Edhe këtu bashkë. Falë ju mësusë të Mësusët e mira, arsitori i mirë, motivus, inspirus. Thank you.
Svemi